Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër dhe motra, falenderojmë Allahun e lartësuar, I cili na mundsoi që të arrijmë edhe këtë Ramazan. Ramazani është muaji I bekuar, muaji I mirësive, muaji në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e zgjodhi për neve. Tha Allahu I lartësuar në librin e tij: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Zoti yt krijon ç'të doj dhe zgjedh lirisht, e ata nuk mund të zgjedhin. Kjo do të thotë se Ramazani nuk është për zgjedhje e njerëzve, e as nuk është për zgjedhje e krijesave, mirë po është për zgjedhje direkte nga ana e Allahu subhanahu wa ta'ala, I cili e ka zgjedhë Ramazanin dhe ka bërë të veçantë për robërit e vet. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhëroi me agjërim dhe tha: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim. Dhe ky agjërim, jo pse Allahu ka nevojë për agjërimin ton, por la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. E devotshmëria është që besimtari dhe besimtarja të jenë në shkallët më të larta të besimit, dhe pikërisht ky është mesazhi I Ramazanit. O ju njerëz, kthehuni tek Allahu. O ju njerëz, përmirësoni raportet tuaja me Allahun. O ju njerëz, bëhuni të devotshëm. Por Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhëroi me agjërim që përmes agjërimit të arrijmë devotshmërinë. E nga kjo, Allahu na përcjell edhe një mesazh tjetër shumë të rëndësishëm, e ai është se devotshmëria arrihet përmes ibadeteve dhe veprave të mira. Tha Allah subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj. E përse ky adhurim? La'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Kjo do të thotë se devotshmëria arrihet përmes adhurimeve dhe veprave të mira. Andaj vëllezër dhe motra, shfrytëzojeni Ramazanin me agjërim, me namaz dhe me vepra të mira që të arrini devotshmërinë. Vëlla dhe motër, mos prit që të shtohet bindja dhe besimi që të fillosh me namaz. Mos prit që të forcohet besimi që të fillosh me agjërim. Mos prit që të shtohet bindja që të vendosësh mbulesën. Mirë po bindja Allahut, fale namazin, agjëro Ramazanin, vendosë mbulesën, pastaj si rezultat I kësaj mbushen zemrat me besim dhe besimtarja e arrin devotshmërinë. Lut Allahun e lartësuar që të na bëj prej të devotshmëve, dhe lut Allahun e lartësuar që ky Ramazan të jetë një arsye më tepër që ne të jemi më afër Allahut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.